Kriza e koronës është diçka krejt ndryshe, e megjithatë, po na kërkon të bëjmë diçka krejt pa karakter. Po na ndan nga vetë njerëzit, që në periudha të tjera stresi janë atje për të na ndihmuar, familjen, miqtë tanë, fshinjët tanë dhe komunitetin tonë. Jo vetëm Shqipëria, por e gjithë bota po përjeton një krizë në një propocion që nuk është parë që nga lufta e dytë botërore. Prandaj, ne duhet të respektojmë disa rregulla në mënyrë që kjo sëmundje të jetë sa më larg nesh. Së pari, duhet kemi parasysh që të lani duart sa më shpesh me ujë dhe me sapun. Së dyti, mbuloni gojen dhe hundën me bryl në momentin kur ju kollit ose të shtini. Së treti, disinfektoni duart ose përdorni doreza sa herë që të keni kontakt me letra, dokumente dhe para. Së katërti, çdo herë që ju dilni nga shtëpia, përdorni masa mbrojtëse, doreza dhe maskë. Së pesti, në momentin që takoni shokët, mos i jepni dorën, por me bryl ose me këmbë. Së gjashti, është shumë e rëndësishme që të ruani distancën me njëri tjetrin. Duke ndihmuar veten, ndihmojmë dhe të tjerët. Prandaj, të respektojmë rregullat në mënyrë që të kemi mundësi që t'i takojmë njerëzit tanë më të dashur, dhe kjo sëmundje të largohet sa më shpejt nga Shqipëria, nga shqiptarët dhe nga e gjithë bota.